Ardhja e tij në Prishtinë u prit me shumë kurreshtje, dhe jo për shkak të performancës së tij, mirë po për atë se çfarë do të ndodhte me ardhjen e Noizit në Prishtinë, ku janë edhe kolegët e tij të Baba Starsit, por me të cilët nuk ka fare raporte të mira. Ishte thënë se nuk do të guxonte të vinte në Prishtinë, por ja që ndodhi. Noizi dje ishte në kryeqytet për të mbajtur një mbrëmje muzikore për fansat e tij. Rreth orës 21:30, reperi shqiptar arriti në Zip Club, aty ku u mbajt mbrëmja. Ai gjatë gjithë kohës ishte i shoqëruar nga një sigurim i veçantë për të cilin, sipas një burimi, është paguar një shumë e majme parash. Ata nuk i ndaheshin Noizit në asnjë moment. Ne i kemi premtuar Noizit se do të ketë domethënë sigurinë e plot në hyrjen e tij në territorin e Republikës Kosovës deri në Zip Club dhe anasjelltas domethënë do të ketë siguri plot deri në kufe në Shqipërinë. E me të hyrë brenda, fansat e shumë ju vërsulin në reperit për të bërë fotografi. Më pas, dukej se Noizi dhe ekipi i tij preokupoheshin me diçka. Nuk kaloi shumë dhe Noizi nisi të shfaq disponimin e tij. Në intervistën për Express Summer, ai dha përgjigje shumë të prera në pyetjet lidhur me Baba Starsin. I pyetur se çfarë është duke ndodhur mes tij dhe Baba Starsit, ai u përgjigj. Çka po ndodh? Çdo njeri ka marrë vendin e vet. Edhe çdo njeri këtë e di se ç'është puna, s'kam nevojë me punë. Gjatë ditës së djeshme u përpol shumë se me të arritur në Prishtinë kishte ndodhur një përleshje masive mes Noizit dhe reperëve të Baba Starsit, por kjo u mohuan nga reperi shqiptar. Ka një konflikt, jo këtu ama në Syri, qaq. Unë sot kam marrë për fanca të mi, s'ma ni se kush janë, çka janë, pse janë, veç për fanca. E sa i përket këngës që Noizi ja ka kushtuar së fundi Baba Starsit, edhe për këtë reperi pati një përgjigje të shkurtër. Ato ma kanë bëmu një album, unë një këngë. Këtë këngë në të cilën Noizi shan Baba Starsin e interpretoi edhe mbrëm. Mëtej, Noizi u bëri thirrje publikut të këtushëm që mos të besojnë në ato që janë thënë për të, se kinse ai ka sharë kosovarët. Nesa më i thonë që mos i nini që ka folin qinja kisha unë i kam shama Shqipet e Kosovës. Jam veç propaganda që bëjnë, menoj që Noizi mund e mërzu veç me rena. Ama e vërteta është që unë jam këtu veç për ju, edhe dini që ato fjallë që ka thojnë për Noizi nuk e nas pak të vërteta, se këtë e din se pata më të mëdhejnë, këtë shqiptarini kam Kosovë. Që jam këtu për një arsye sepse ju dua gjithve. Sipas organizatorëve, për Noizin ka pasur shumë kërkesa për ta sjellë këtu. Më parë në po të njëjtën diskotek kishte kënduar edhe Baba Stars dhe organizatorët thonë se për ta konfliktet personale nuk kanë rëndësi. Megjithse nuk treguan se nga kush, organizatorët bën të ditur se kanë pasur telefonata të shumta që kanë kërkuar anulimin e ardhjes së Noizit në Prishtinë. Për gjatë mbrëmjes, reperi shumë herë bën të thirrje patriotike, si Shqipëria e madhe etnike. Të gjithë bashkë nuk duhet të jemi të ndarë e kështu me radhë. Noizi bëri të ditur se shumë shpejt do të lansoj edhe albumin e ri muzikor, dhe jo vetëm kaq. Para verës, shtash, edhe para albumit, janë du qitë një mixtape cile ka 10 këngë, fill mas mixtape-it del edhe albumi i dytë. I bjerë rrët gjithsej, rrët 32 këngë treja.
Do të ketë edhe shumë bashkëpunime. Kam plot me Dudën, Double G Army, me DJ Blond, do kem Ethno Angel, shumë shpejt bot videoklip. Plot. Krejt në fund, Noizi i premtoi publikut se sërish do të vinë në Prishtinë. Prishtina modër, ja jam fjallën me dorën zemër, që Noizi ka me qenë edhe një herë shumë shpejt këtu, i dua. Prishtinë të dua. Përderisa mbrëmje në Ekspres keni mundur të shihni vetëm 10 sekondat e trailerit të filmit Breaking Dawn.